Ndërkohë, zoti Rexhepi, për qenë më drejt për drejt, çfarë kërkuat në Tiranë? Pra çfarë ishin kërkesat që ju kishin specifike? Kërkesat ka qenë që çështja e shqiptarëve të luginës së Preshevës të ngriten në instanca më të larta dhe shqiptarët të ndihet dora e Shqipërisë në luginën e Preshevës dhe çështjet të cilat i prekupojnë çdo ditë shqiptarët e luginës së Preshevës dhe të bëhet investime në shumë sektor të ndryshëm sepse është jetike dhe është e domosdoshme që të ngritet në instanca më të larta, por gjithashtu edhe diskutuam për projektet të cilat mund të kemi në muajt vazhdim pas formimit të qeverisë së Republikës dhe të ecim tutje që shqiptarët e luginës mos të ndihen të vetëm. E kuptoj, ndërkohë, zoti Rexhepi, si ishte qasja e ministrit, e ministrave, e presidentit, pra si ishte qasja e tyre, çfarë ju thanë? Ishte qasja shumë vllazërore dhe u mirëpritëm shumë mirë dhe ishte dakord me të ato të gjitha që i diskutuam dhe rëm pra, si që thashtë më herët, rëm dakord që ne të ecim në hapa tutje dhe mos të ndalemi dhe ti identifikojmë problematikat të gjithë që e prekupojnë luginën e Preshevës, sepse një ditë mund të vajtojmë luginën e Preshevës, por realisht nuk duhet të vim të kjo qasje dhe realisht ata të cilët e dhanë këtë çështje ishte që ne të ecim tutje duke pasur mbështetjen kryesore nga Republika e Shqipërisë, kryesisht nga institucionet më të larta të Republikës së Shqipërisë. Zoti Rexhepi, tashmë ju thatë, kemi diskutuar shumë herë për fatin e keq, ju keni thënë që Tirana zyrtare nuk e ka pasur shumë vëmendje luginën e Preshevës që nga koha e Gencakaj dhe kthehet gjithmonë ai moment kur Tirana ka pasur vëmendje. Mendoni tashmë që do ndryshojnë gjërat? Do rikthehet sërish vëmendje maksimale? Shpresa është tjetër gjë, por mendoni që do kthehet? Mendoj që tani Shqipëria ka filluar një tjetër qasje, sepse po e shohim ambasada e Republikës së Shqipërisë në Beograd, tani ka është një më ndryshe dhe është më e plot dhe më fokusuar në problematika që i kuptojnë shqiptarët. Dhe besoj që me qeverinë e re do të krijohet një strategji, do të ecim tutje dhe nuk do të ndalemi në ato pjesë që realisht na mungojnë, po duhet të ecim të kërkojmë të drejtat tona elementare, duke përdorur realisht fokuset e tjera që i ka qeveria e Republikës së Shqipërisë. E kuptoj, ndërkohë, zoti Rexhepi, vetëm se ka vetëm një problem vogël kamera, duhet rregulluar. Okej, tani jemi në rregull. Besoj. Ndërkohë, zoti Rexhepi, duke parë gatishmërinë e Tiranës krahasuar me gatishmërinë e Kosovës, si duken të dy Prishtina dhe Tirana? Kur mendoj, kam thënë edhe më herët, po e them edhe tash. Prishtina dhe Tirana duhet të bëjnë strategjinë kombëtare. Krijojnë një strategji kombëtare sepse vetëm me strategjinë kombëtare ky vend nuk do të zbrazë dhe duhet të ecë tutje përpara. Dhe ky vend është shqiptar dhe duke krijuar strategjinë kombëtare ne do të ecë tutje dhe nuk do të ndihmë sepse Serbisë po i pengon qasja e Shqipërisë dhe Kosovës në luginën e Preshevës. Që mos ketë qasje të Shqipërisë dhe Kosovës në luginën e Preshevës. Këtë po e thotë edhe shumë qartë edhe të drejtave të njerëzit në Serbi, domethënë qasja po i pengon sa herë që është prezente Shqipëria, Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës. Zoti Rexhepi, shumë faleminderit, po lut lirë se thash, jeni në udhtim, nëse keni një apel fundit për Tiranën, ju tha duhet një strategji kombëtare, por një mesazh fundit, po ja u le ta bëni.